Zbulohet ushqimi sekret që ju rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Marrëdhënia jonë me ushqimet është e komplekse dhe më shumë nga sa e mendojmë. Nuk është aty vetëm për të shuar urinë tonë, por edhe për të mbështetur shëndetin tonë mendor. Sipas ullumtimeve, dieta jonë duhet të ndikojë te humori, ankthi dhe depresioni jonë. Megan Lee dhe Jonan Bradway në Universitetin Southern Cross theksojnë se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dieta e dur mund të ndihmojë ndjeshëm në përballimin e problemeve të shëndetit mendor, duke ulur kështu koston e trajtimit dhe ilaçet. Sipas The Conversation, nëse doni të ndjeheni më mirë dhe të përmirësoni humorin tuaj, atëherë duhet të dëgjoni këtë video deri në fund për të kuptuar ushqimet të cilat duhet i përfshini në dietën tuaj për të ndihmuar në fuqizimin më të mirë të kujtesës dhe parandalimin e humbjes së saj. Cilat janë ushqimet më të mira sipas ekspertëve, të cilat duhet të bëhen pjesë e pandare e dietave tuaja? Karbohidratet komplekse për një humor të qëndrueshëm. Karbohidratet komplekse, të cilat gjenden te frutat, perimet dhe të drithërat e plota, janë miqtë më të mirë të trurit tuaj. Këto ushqime çlirojnë glukozën ngadalë në trup, duke ndihmuar në stabilizimin e humorit dhe shmangjen e rritjes së energjisë dhe rënien e saj të shkaktuar nga shkaqet e thjeshta. Lee dhe Bradbury theksojnë se ulja e konsumit të ushqimeve të përpunuara dhe pijeve me sheqer mund të jetë hapi i parë në përmirësimin e shëndetit tuaj mendor. Antioksidantët gjithashtu do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e trurit. Truri juaj është vazhdimisht nën stres nga oksidimi, i cili prodhon radikale të lira dhe shkaktojnë gjithashtu edhe inflamacion. Antioksidantët që gjenden te frutat dhe perimet me ngjyrë të ndezur veprojnë si një mburoj mbrojtëse, duke përmbushur kështu edhe rritjen e niveleve të hormoneve të lumturisë në tru, siç janë serotonina dhe dopamina. Sa më shumë antioksidant të konsumoni, aq më shumë do të përmirësoni humorin tuaj dhe do të ndjeheni gjithashtu edhe më të lumtur. Omega 3 gjithashtu është një produkt shumë i mirë për një tru dhe një shëndet të mirë të kujtesës. Acidet yndyrore omega 3 janë thelbësore për shëndetin e trurit dhe komunikimin e kimikateve që rregullojnë gjithashtu edhe humorin. Ato gjenden tek peshku i yndyrshëm, te arat, farat, gjithashtu edhe perimet. Omega 3 gjithashtu ndihmon trurin tuaj të funksionojë më mirë, duke zvogëluar shanset për depresion dhe probleme të tjera të shëndetit mendor. Siç thekson Lee dhe Bradbury, konsumi i ushqimeve të pasur me yndyrna omega 3 mund të ketë efekte pozitive në shëndetin mendor, duke ndihmuar në vonimin e fillimit të demencës, që zvogëlon gjithashtu edhe simptomat e depresionit. Vitamina D mund të jetë një produkt shumë i mirë ushqyes, por nuk ngelet pas as vitamina B, e cila rrit prodhimin e hormoneve të lumturisë. Vitaminat B, si B6, B12 dhe folati, janë të rëndësishme për prodhimin e kimikateve të trurit, që bëjnë të ndjeheni më mirë, siç janë serotonina dhe dopamina. Mungesa e këtyre vitaminave mund të çojë në depresion, në çrregullime të tjera mendore. Rritja e konsumit të ushqimeve si perimet jeshile, bishtajat, bananet, panxari mund të rrisë prodhimin e këtyre kimikateve të lumturisë dhe të përmirësojë ndjeshëm humorin tuaj. Probiotikët dhe prebiotikët për një lidhje më të mirë të zdorës dhe trurit. Probiotikët dhe prebiotikët që gjenden në ushqime si kosi, kefiri dhe ushqimet e fermentuara, për shembull si kimchi, kanë treguar se ndikojnë te humori dhe shëndeti mendor. Lee dhe Bradbury raportojnë se probiotikët dhe prebiotikët ndihmojnë në rrugët kimike të trurit për një mënyrë të ngjashme edhe me ilaçet kundër depresionit, duke zvogëluar inflamacionin në përgjigjet imune, gjë që çon në humor më të mirë, gjithashtu edhe në më pak probleme të ankthit. Prandaj sigurohuni të merrni këto produkte sa më natyrale në dietën tuaj, çka do të rrisin përfitimet më të mira të kujtesës dhe gjithashtu do të parandalojnë edhe rënien e saj me kalimin e viteve. Janë disa ushqime të cilat rekomandohen dhe luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës sonë. Ekspertët britanik kanë zbuluar disa ushqime që përmirësojnë shëndetin e kujtesës. Sipas Cassandra Barnes, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Salmoni. Peshqi si salmoni
janë gjithashtu të pasur me acide yndyrore omega-3 të quajtura DHA. Këto lëndë ushqyese janë shumë të rëndësishme për funksionet e trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se furnizimi me këto lëndë ushqyese ndihmon në përmirësimin e kujtesës dhe rritjen e koeficientit të inteligjencës të vegjëlit. Salmoni është gjithashtu i pasur me vitaminën B, përfshirë këtu edhe vitaminën B12, e cila është shumë e rëndësishme në mbajtjen e shëndetshme të nervave dhe mbi të gjitha të qelizave të trurit. Është me të vërtet një super ushqim për trurin, citon Barnes. Fara dhe kungulli. Ato janë një nga burimet më të mira të zinkut, të cilat janë jetësore për funksionet e njohjes, aftësinë tonë për të menduar, mësuar dhe arsyetuar. Farat e kungullit janë gjithashtu të pasur me magnez, që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore në të gjithë trupin, si dhe acide yndyrore dhe proteina të rëndësishme për trurin tuaj. Vezët janë një mik shumë i mirë i shëndetit të kujtesës. Vezët janë një nga ushqimet fantastike për shumë arsye, jo vetëm për trurin. Të verdhat e vezëve janë të pasur me kolin, një substancë e ngjashme me vitaminën që shërben si mbrojtje për fibrat nervore, përfshirë edhe për trurin. Kjo substancë mund të përdoret gjithashtu për të prodhuar neurotransmetuesit që janë të rëndësishëm për memorien dhe të mësuarin. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës B dhe ekurit, që mbështesin sistemin nervor dhe aftësinë tuaj njohëse. Algat e detit. Ushqimi i preferuar i japonezëve njihet për përmbajtjen e lartë të mineraleve, sidomos jodit, që është shumë i rëndësishëm për shëndetin. Ashtu si magnezi dhe jodi luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e sistemit nervor, ashtu si zinku që mbështet edhe funksionet tuaja njohëse. Sigurohuni të shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, të cilat do të sjellin rezultate fantastike për shëndetin e trurit. Çokolata e zezë. Çokolata mund të jetë gjithashtu një ushqim shumë i mirë për trurin, së pari për shkak të kakaos, i cili është i pasur me flavonoide. Këto substanca bimore mendohet se kanë efekte të fuqishme antioksiduese edhe për shëndetin e trurit. Studime të ndryshme kanë treguar se ato ofrojnë një mbrojtje shumë efikase kundër sëmundjeve të Alzheimerit. Përveç kësaj, kakao është e pasur me magnez, ekur dhe zink, që luajnë një rol të mirë në sistemin nervor. Duhet të shmangni çokoladët me përmbajtje të lartë të sheqerit, pasi ato mund të bëjnë më shumë dëme për trurin tuaj, paralajmëron Barnes. Boronicat. Studimet kanë treguar se konsumi i boronicave është i rëndësishëm, sidomos në moshat më të vjetra. Ato janë të pasura me polifenole që sigurojnë mbrojtje kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit, që mund të çojnë gjithashtu edhe në dëmtime të shëndetit të trurit. Peshku i yndyrshëm. I pasur me acide yndyrore omega-3 që luajnë një rol të fortë në sistemin e kujtesës dhe në përmirësimin e humorit, peshku i yndyrshëm duhet të jetë pjesë e pandare dietave tuaja. Shafrani indis. Shafrani indis ka vetje antiinflamatore dhe antioksiduese që ndihmojnë në trurin, dhe në disa studime është vënë re se zvogëlon simptomat e depresionit dhe të Alzheimerit. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe perimet si brokoli. Brokoli përmbajnë një numër të lartë të antioksidantëve që kanë veti të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore, përfshirë edhe vitaminën K. Gjithashtu arrat, bajamet dhe lajthit. Në përgjithësi, të gjitha arrorët janë shumë të mirë për shëndetin tuaj të trurit. Këto arrorë përmbajnë gjithashtu një mori ushqyese që forcojnë sistemin e kujtesës, përfshirë vitaminën E, yndyrna të shëndetshme me përbërje bimore. Portokalli gjithashtu mund të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Është i pasur me vitaminën C, e cila ndihmon në mbrojtjen e trurit nga dëmtimet e radikaleve të lira. Çaji i ershil. Përmbajtja e kafeinës rrit vigjilencën, antioksidantët mbërrin trurin dhe letaninet ju ndihmojnë të relaksoheni. Sa më të pasur ta keni dietën tuaj ushqyese, aq më shumë përfitime do të keni për shëndetin e trurit. Sigurohuni të shtoni sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, çka do të sjellin rezultate të shkëlqyera në fuqizimin e kujtesës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.